Zoti Petro Koç është me mua në studio, është deputet i Partisë Socialiste, mirë se vini, kënaqësi gjithmonë të dëgjoj analizën tuaj. Sa herë ka zhvillime që lidhen me aktualitetin. Dhe një i tillë është sekuestrimi i fundit që ka bërë SPAK të njësër pasurish në fakt, jo vetëm të Ergyes Agasit, por edhe të zonjës Karçanaj. Kujtoj ndërkohë që zoti Rama më herët deklaroi se ajo jetonte në një shtëpi me qira, duke treguar shumë çka me këtë pohim. Sa vlen në fakt mbrojtja politike që bën lideri i një partie politike ndaj të vetëve, kur nga ana tjetër drejtësia po përpiqet bëj punën e vet? Kthehet në bumerang herët avon kjo? Tani unë po e marr këtë si një, po themi, deklarim të sinqert, në kuptimin që ato lloj informacioni ka patur, por mendoj që kjo që ka ndodhur është një lajm shumë i mirë, sepse sa më shumë thellohen hetime dhe zbulohet e keqja, aq më e shëndetshme është për shtetin, për shoqërinë. Kështu që është një lajm shumë pozitiv. Padyshim edhe nga pikpamja e një interesi më perspektiv, do thotë mundësi për të pastruar administratën nga njerëz cilët janë të përfshirë në afera me natyrë kriminale, me natyrë shpërdorimi, abuzimi të rënd për interesat e financave publike, por edhe për, po themi, moralin dhe integritetin e shtetit. Kështu që unë e shoh si një gjë shumë pozitive dhe këtu duhet përgëzuar SPAK-u për thellimin e hetimeve që ka bërë dhe që ka arritur të zbulojë gjëra dhe fenomene, aspektet cilat ata që përfshihen përpiqen t'i mbajnë gjithmonë të fsheta. A duhet flas politika kur ndërkohë po flet drejtësia, zoti Koçi, si mendoni? A duhet i komentoj politika hetimet që bën drejtësia? Mendoj unë e para njerë duhet ta mbështes drejtësinë. Domethënë komenti numër 1 që duhet bëj dhe opinioni që duhet jap është vlerësimi për drejtësinë edhe për ta inkurajuar atë, sepse thash këto janë ngjarje të cilat inkurajojnë luftën ndaj korrupsionit në përgjithësi, që do thotë një mundësi më shumë që të gjithë ata që po themi janë të angazhuar për ta luftuar korrupsionin ose të keqen, përfshirë ata që janë politik, në drejtësi ose thjesht dhe në mjedisin social, ndihen besoj më mirë sot se sa po themi ndiheshin dje. Kështu që është pozitive dhe nga ana tjetër është një dekurajim për botën e korruptuar të çfarëdo lloji ngjyreje politike. Kështu që thash dhe njerë, është një gjë shumë pozitive. Për te emrave të cilët për një pjesë të njerëzve që ndofta e njohin nga afër mund të ndjejnë keqardhje, po fundit e vërteta edhe kur është e hidhur duhet respektuar si e tillë dhe ndëshkimi i të keqes duhet të ndodhë pavarësisht se cili është emri i përfshirë në këtë të keqet. Kjo mbrojtje politike, a mos po i kthehet në bumerang Partisë Socialiste, se po rrezikohet dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në familjen e madhe europiane? Dhe këtu flitet për emrat përvetshëm. Nëse nuk e bëjmë ne, e bëjnë shtetet që duket se na kanë bllokuar. Edhe njerë, mbrojtje politike është kur ti e ke bindjen që personi i përfshirë është, po themi, inkriminuar dhe pastaj vazhdon ti bësh avokati, atëherë kjo quhet mbrojtje politike. Po besoj në momentin që faktet flasin ose bërtasin, atëherë nuk besoj se politika ka mundësinë edhe kurajon për të kaluar në mbrojtje. Kështu që në këtë moment nuk është se kemi parë ndonjë gjest që të po kur politika gati sfidon ata që i udhëzojnë të tërhiqet, dhe këtu kam prapë parasysh procesin e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ju e dini që 9 shtete nuk i kanë dhënë dritën jeshile e raportit të IBAR. Dhe kryeson këtë listë Gjermania, e cila ka folur me emra të përvetshëm. Ka pretendime të tilla që ka një lloj frenimi për raportin IBAR, nga ana tjetër ka zëdhënie politike nga Komisioni Evropian, vetë kjo Marta Kos sapo ka folur dhe ka thënë që Shqipëria vazhdon të eci me ritmet e dura drejt integrimit. Kështu që
Unë mendoj që në këtë proces askush nuk duhet të gaboj. Pra edhe nëse për arsye, po themi, bindje ose për arsye lidhjesh me natyrë shoqërore, dikush mendon se duhet mbrojtur një person i caktuar, po kjo nuk mundet të dëmtoj kurse si procesin evropian. Kështu që mendoj unë rruga më e mirë është inkurajimi i drejtësisë për të vepruar deri në fund, pavarësisht se për kë dhe për çfarë bëhet fjalë. A ka transparencë në gjykimin tuaj për këtë proces në cilin ne kemi hyrë, pra procesi drejt familjes së madhe europiane, apo ka mungesë transparence? Për sa i përket integrimit, mendoj se ka transparencë, sepse kjo duke qenë një marrëdhënie dypalçe, dhe nëse do mungonte nga pala jon, do të garantohej nga Komisioni Evropian. Por mendoj që në disa procese të tjera mungon transparenca. Dhe gjykoj që transparenca është një lloj, po them, mekanizmi apo instrumenti që fundit garanton integritet. Sepse gjërat kur dalin sheshit, padyshim që frenojnë të keqen, edhe nxisin atë që është pozitive apo e mirë. Kështu që ka nevojë më shumë për transparencë, sidomos në këto PPP-t për shembull, marrëdhëniet PPP-t në dhënien e statusit të investitorëve strategjik, koncesionet e tjerë. Më shumë transparencë në prokurimet publike, në mënyrën se si përzgjidhen subjektet apo kompanitë që marrin përsipër procese dhe projekte që financohen nga financat e shtetit. Pra kapitulli 32, se të gjitha këto lidhen me kapitullin 32. Sigurisht që ka më shumë, edhe patjetër që ata që bëjmë vlerësimin e arritjeve të standardeve sipas kapitujve, kuptohet që do japin edhe notën e merituar. Por ne mund të themi që deri tani procesi përgjithsisht ka ecur mirë. Po pse nuk është mbyllur asnjë nga grup kapitujt e hapur, për shembull, pse Malizia kaloi traun, le të themi, dhe Shqipëria ngeci në një kohë që ishim të dy në atë rrugë? Nuk e di, domethënë se deri tani nuk është se ka një deklarim zyrtar që po themi ka një ngecje. Tani varet nga çështjet edhe. Pra janë hapur gjithë kapitujt dhe kjo ishte një gjë shumë pozitive dhe ndofta edhe pak e vonuar në kohë, se kanë kaluar 10 vite. Jo shumë e pritur, domethënë hapja e shpejtë e kapitujve ka qenë një gjë shumë pozitive. Domethënë Shqipëria, me thënë drejtën, ka qenë shumë mbrapa historikisht në këtë proces. Dhe vetëm tani, por themi në kohët e fundit, pati një ritëm shumë të madh, ku padyshim kjo çështja politike e reformës në drejtësi kishte edhe, si thuash, energjinë kryesore, që përfshin luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kështu që prandaj edhe çdo gjest apo çdo akt i cili mund ta vënë pikpyetje marrëdhënien e politikës me reformën drejtësi, kjo mund të ishte po themi, një investim frenues. Kështu që le të shpresojmë që gjërat do të ecin mbar.